Në vazhdon e aksioneve për dyshimin e manipulim votash, Prokuroria e Shtetit zbarkoi të hënën edhe në 2 komuna të tjera. Fillimisht me urdhër të prokurorisë themelore në Prizren, hetuesit policor jam syn Dragashit, ku pasi kryen intervistimin, disa u shoqëruan për në stacion policor. Pas autorizimit nga prokuroria dhe në kuadër të këtij hetimi janë intervistuar 51 të dyshuar. 9 prej tyre pas intervistimit me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar për 48 orë në cilësinë e kryesuesve të komisioneve për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale, falsifikimi i rezultatit të votimit. Hetuesve policorë doli punë edhe në Drenas, ku filloi intervistimi të dyshuarve për devijim të procesit zgjedhor. Këto veprime po ndërmerren lidhur me dyshimet për keqpërdorime gjatë procesit të numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike. Prokuroria themelore në Prishtinë, në koordinim me Policinë e Kosovës, do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore dhe hetimore me qëllim të zbardhjes së plotë të gjitha rrethanave që lidhen me rastin. Deri me tani arrestime për dyshime në devijim votash ka pasur më së shumti në Prizren, ku në pranë nga ranë mbi 100 të dyshuar, teksa arrestime ka pasur edhe në Gjakov, Mitrovic e Malishev.